Përshëndetje, unë për ju sot do gatuaj një recet greke, e cila quhet halv si migdali. Për të gjithë ata që nuk e njohin, si migdali është një miell gruri, prej grurit të ashpër, dhe besoj në supermarket mund ta gjeni në këtë lloj ambalazhi. Vazhdojmë me përbërësit për këtë recet. Atëherë, po ju shpjegoj, të gjitha përbërësit do t'i matim me një kup. Një kup vaj lule diellim, 2 kupa miell si migdali, 3 kupa sheqer dhe 4 kupa ujë. Na duhen bajame, por në këtë mënyrë të prera ose të grira holl, por të pjekura. Na duhet një lugë kafeje kanelle bluar dhe gjysmë lugë kafeje karafili bluar dhe grirja e lëkurës së një portokalli ose të një limoni, por sipas dëshirës kjo. Në fillim hedhim vajin. Më pas hedhim mielin. Dhe filloj trazojmë. Do t'i kavurdisim për rreth 5 minuta derisa hallvaja jon të ketë marrë një ngjyrë të artë. Mielli ka marrë një ngjyrë të artë, atëherë hedhim kanellën dhe karafilin. I përziejmë të gjitha së bashku përsëri. Në këtë moment hedhim sheqerin dhe e nxjerrim nga zjarri. Dhe e kthejmë përsëri në zjarr. Gjithmonë në zjarr të ngadalt. Tani e trazojmë për rreth 15 minuta. Hedhim lëkurën e limonit. Unë kam përdorur limon, ju mund të përdorni portokall sipas dëshirës. Dhe vazhdojmë të trazojmë. 10 minutave shtojmë bajamet. Dhe vazhdojmë të trazojmë për pak minuta, për 1 ose 2 minuta. Pas 15 minutave, hallvaja është gati. E heqim nga zjarri. Hallvan mund ta konsumoni të ngrohtë, pak të ftohtë, mund ta hidhni në forma keku që të marrë një formë më të bukur, mund ta shërbeni dhe në racione për një njeri, unë po preferoj ta bëj kështu. E lëm në temperaturë dhome, jo në frigorifer, për rreth 30-40 minuta që të marrë formën e tasit ose atë çka ne kemi përdorur, qoftë edhe të formës të kekut, dhe më pas e serviri.